Në Francë është ndjekur me interes të madh në datën 13 maj 2025 gjyqi ndaj ikonës së kinematografisë jo vetëm franceze, europiane dhe botërore, pikërisht Gérard Depardieu. I akuzuar për 20 sulme seksuale sipas femrave ndër vite, ai ka marrë një dënim prej 18 muajsh me kusht, por do të vazhdojnë sigurisht seancat. Ai quajti qesharake, duhet paguaj një $14.000 për trajtim psikologjik që ka trajtuar njerëz për këtyre viktimave, dhe sigurisht telenovela reale me aktor të mëdhenj vazhdon në mediat e shtypit francez, por jo vetëm, Der Spiegel, New York Times, Gazeta Spanjolle, franceze, sigurisht edhe Brigitte Bardot, e cila ka folur pas 10 vjetësh. Le të vazhdojmë të ndjekim lajme të cilat sigurisht përbëjnë këshëri edhe për shqiptarë të rritur me këtë artist. Gjithë të mira, sigurisht do gjeni linkun në komentin e parë.